Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Sot do të ndiheni më të motivuar për të marrë iniciativa, por duhet të tregoni të kujdesshëm me mënyrën si komunikoni. Një diskutim në punë mund të marrë ktesë pozitive. Nëse ruani qetësinë, në dashuri shmangni reagimet impulsive. Financat kërkojnë pak më shumë disiplinë. Demi. Fokusi juaj do të jetë tek stabiliteti dhe siguria. Një çështje financiare mund të marrë zgjidhje, por kërkon durim. Në aspektin sentimental, një bisedë e sinqertë do të forcojë lidhjen. Kujdes me lodhjen fizike. Organizoni më mirë kohën. Binjakët. Dita favorizon komunikimin dhe takimet e reja. Mund të merrni një lajm të papritur që hap një mundësi interesante. Në dashuri, flirtet janë të favorizuara. Në punë, tregoni të qartë me objektivat për të shmangur keq kuptime. Gaforia. Emocionet sot janë më të thella, mund të ndjeni nevojën për më shumë siguri në marrëdhënie. Në punë, një detyrë që duke e vështirë do të rezultojë më e lehtë nga sa mendonit. Kujdes me shpenzimet e panevojshme. Luani. Kjo është një ditë e mirë për të marrë vëmendje dhe për të prezantuar idetë tuaja. Një person me ndikim mund të vlerësojë përpjekjet tuaja. Në dashuri, energjia juaj magnetike është në maksimum. Ruani ekuilibrin mes krenarisë dhe kompromisit. Virgjëresha. Organizimi është arma juaj më e fortë sot. Do të arrini të përfundoni detyrat të mbetura pezull. Në marrëdhënie, një detaj i vogël mund të bëjë diferencën. Kujdes me stresin, mos merrni gjithçka përsipër. Peshorja. Dita sjell nevojë për balancë. Një vendim i rëndësishëm kërkon analizë të qetë. Në dashuri, romanticiteti rikthehet nëse lini me një anë dyshimet. Në aspektin profesional, bashkëpunimet janë të favorizuara. Akrepi. Intuita juaj është shumë e fortë sot. Një situatë që duke e paqartë do të zbardet. Në dashuri, pasioni rritet, por shmangni xhelozinë. Financiarisht është momenti i mirë për të planifikuar afatgjatë. Shigjetari. Energjia juaj është optimiste dhe orientuar drejt aventurës. Një ftesë apo udhëtim i shkurtër mund t'ju ndryshojë humorin. Në punë, idetë kreative do të vlerësohen. Kujdes me premtimet e tepërta. Bricjapi. Sot kërkohet përshëndrim dhe seriozitet. Një çështje profesionale kërkon vendosmëri. Në dashuri, partneri ka nevojë për më shumë vëmendje. Financat janë stabil, por shmangni rreziqet e panevojshme. Ujori. Dita sjell frymëzim dhe ide të reja. Mund të ndjeni të shtyrur për të bërë një ndryshim personal. Në dashuri, komunikimi i hapur do të sjellë qartësi. Në punë, një projekt i ri merr formë. Peshqit. Intuita dhe ndjeshmëria janë në kulm. Sot është ditë e mirë për reflektim dhe për të vendosur prioritete. Në dashuri, romanticiteti është i theksuar. Kujdes me idealizimin e tepërt të një situate. Horoskopi në Top Albania Radio.